Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komisioni Evropian paralajmëron se ende nuk ka pranuar nga Kosova kërkesën për pagesën e radhës nga fondet e planit të rritjes. Afati për dorëzimin e kërkesës është 15 korriku, ndërsa dita e fundit e qershorit paraqet afatin përfundimtar për zbatimin e reformave të parapara për këtë periudhë. Dorëzimi i kërkesës nga autoritetet vendore është procedurë parapar me rregullat e planit të rritjes, ndërsa miratimi i pagesës së kësteve bëhet pasi Komisioni Evropian vlerëson pozitivisht zbatimin e reformave. Opozita në Kosovë akuzon qeverinë për abuzim me fondet. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike tha se është e pamundur të identifikohen projektet e investimeve kapitale gjatë qeverisjes 2021-2025. Sipas tij, qeveria Kurti në 4 vitet e fundit ka menaxhuar një buxhet total prej 14.9 miliardë euro, që është 27% më e lartë se buxheti i 6 viteve paraprake 2015-2020, ndërsa apelon se është e pamundur të identifikohen projektet për vitet 2021-2025, të cilat arsyetojnë shpenzimet prej 2.7 miliard euro. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla qëndron për krah propozimit të kryeministrit për një anëtarësim gradual në Bashkimin Evropian. Pasi paraqiti rrugtimin e mbetur të Shqipërisë, Balla tha se ky projekt nuk është kundër mbylljes së negociatave deri në vitin 2027, ndërsa ratifikimi është proces që varet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Komunikim zyrtar nga Republika Federale Gjermane përmes kancelarit sa i përket angazhimit të palëkundur të Gjermanisë për ta përmbyllur procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe me Moldavin, me angazhimin që citohet qartë. Ne duhet të gjejmë një zgjidhje, thot kancelari gjerman, e cila le të themi të na garantojë dhe antarësimin me faza. Nuk duhet kemi frikë që antarësimi me faza na dëmton. Ne do vazhdojmë të përmbushim gjitha detyrimet tona. Ambicia jonë për të përmbyllur negociata deri në fund të vitit 2027 është një ambicie që tani më përputhet edhe me atë program që kemi dakorsuar me Komisionin. Deputeti e Partisë Demokratike Judita Tabaku në fjalën e saj nuk u vendi bëri thirrje qeverisë të reflektojë dhe të tregojë vullnet të vërtet politik për të ecur përpara. Duke referuar propozimit gjerman për një anëtarësim gradual, Tabaku bëri thirrje qeverisë shqiptare të jetë në kohë për të reflektuar. Dhe vullneti politik në këtë moment është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Këtu nuk e lidh vetëm me imunitetin e zëvendës kryeministres, e cila ka qenë tema e ditës dhe ka qenë arsyeja sepse ka pasur 5 muaj bllokim të i-barit, por e lidh njëkohësisht edhe me shumë iniciativa të tjera dhe ligje të tjera të cilat diskutohen çdo ditë. Diskutohet për sa i përket ligjit të prokurimeve publike, ligjit të koncesioneve të porteve, ligjit të investimeve strategjike. 2 ditë më parë në Bundestag ka shkuar edhe një pyetje për sa i përket situatës në Vjos Nard. Pra, tema të cilat procesin e integrimit e bëjnë jo vetëm teknik, po e bëjnë të rëndësishëm dhe të shoqëruar me vendime politike. Bota. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen akuzoi Rusinë dhe Bielorusinë se do të mbajnë përgjegjësi të drejtë për drejtë për incidentet me dron që rrezikojnë sigurinë e krahun lindor të Europës. Komentet erdhën pasi zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se ushtria ruse po përgatiste një përgjigje të përshtatshme ndaj asaj që Moska pretendon se është përdorimi i territorit balltik nga Ukraina për të nisur sulme me dron kundër Rusisë. Me herët, shërbimi i inteligjencës së jashtme të Rusisë akuzoi Letoninë se po lejonte Ukrainën të niste sulme me dron nga territori i saj dhe paralajmëroi se antarësimin e NATO nuk do ta mbronte atë nga hakmarrja ruse. Letonia i hodhi poshtë akuzat për ministrin e saj të jashtëm që akuzoi Moskën për kryerjen e një fushate dezinformimi, ndërkohë sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i hodhi poshtë pretendimet e Rusisë kundër Letonisë si qesharake. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se është i gatshëm të presë disa ditë për përgjigjen e Iranit ndaj propozimit më të fundit të Washingtonit që synon përfundimin e luftës, por paralajmëroi se situata mund të përshkallëzohet shpejt nëse Teherani nuk jep përgjigje të duhura. Më besoni, nëse nuk marrin përgjigjet e duhura, gjithçka mund të përshpejtohet. Ne të gjithë jemi gati, u tha Trump gazetarëve në një ngjarje në Connecticut. Më herët gjatë fjalimit të tij në ceremoninë e diplomimit në Akademinë e Rojës Bregdetare të SBA-s, Trump tha se Shtetet e Bashkuara mund të kryejnë sulme të tjera ndaj Iranit nëse negociatat dështojnë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.